Çaj i rusit. Çaj i rusit na ka met bre. Një pyetje të shkurt, Kleutna. A mundesh? Përshëndetje, faleminderit shumë. Jena për televizionit Dogaxhinit, emisionit Rrillot me Traklen, Lotinën dhe unë Kevini. Po një respekt. A mundesh më prezantu? Hatif Muzoqi. Okej, pe Vështres. Pe Vështres. Sa dina orë këtu, hera parë në shesh të Vështres, në përket sheshit e Kosovës, e kom lanë Vështren si embëlsirën e fundit. Jena dalë mi taku qytetarët e Vështres. Edhe një pyetje është, na i fjalë ndryshe që e përdorin vetëm të Vështres, a kemi? Na i fjalë ndryshe? Po. Të veçantë, që kutjanisht thu është i Vështres. Se na si dite me patëm një diskutim në studio aty. Me thonë, sinqert, nuk po kujtuar. Po, dhe se, diqysh ju falni tamën, falni mirë. Ja, mirë. Nuk ju veçan, a? Me thonë, për momentin s'po kujtuar të veçan diçka. Çaj i rusit. Çaj i rusit na ka met bre, është e vërtet që e përdorim, seriozisht po plas gjenerata do sa ne kam një mosh, ama gjenerata të reja tash, ja, se vërtet ka. Edhe një sfidë kena bashkë. Se mu i me gjohë 30 kafe në shtajnë kont, po tash janë 3 copa. 3 copa, në fund ishin, sa shko mjo shumë, ja hongër këtë limona. Ndëgjëm, edhe një sfidë kena bashkë nëse pranon, mu sfidu në akcente, në theks, nëse mundesh me sfidu vetën në theks Gjakovar, me folë si Gjakovar pak. Po ne, ku ma gjete që bashkë me Gjakovar jem të punu që 4 vite. Hajde pron, nes ma pron njerë, thuma nej historit vogël, si Gjakovar. Si me Gjakovar punoj, po të fshatit janë, nuk jenë Gjakovar. Ta do si që është, po. Si Kevini, a? Si Kevini. Ta që 4 vite punoj, ta po. Shërdone e mi. Ku po bënan, cëllin fshat? Fshat? Po, cëllin? Ja, i Vështresja po të. Aha, po me Gjakovar, a vetëm bjem në kështën, apo në një Vështre bashkë? Jo, autobusi vjen për Gjakovës, është mjeti komerç e voziti unë autobusin, mjeti komerç e voziti. Unë është kejmë Prishtinë edhe për Prishtinë e bashkë dhe i dera. Dhe më thonë së më na volë si Gjakovar, pak, dishka, mirë. Po me thëtë seriozisht me thonë drejtë, nuk po di bre. Hajde, mirë, s'ka dhe, kanë shumë.